Zoti Zhlima, si mendoni, kush mund ta ketë radhën pas Belinda Ballukut? Radha do të jetë e gjatë, po do të jetë me shumë nënkuptime dhe nënvizime. Pasi të mbaroj rasti apo lajmi I fundit Balluku, sigurisht që do të ketë edhe persona të tjerë të cilët do të kenë një rëndësi pak të më poshtë se Balluku, po jo e të parëndësishëm. Personat që kanë radhën pas zonjës Balluku janë shumë, për shkak se individët caktuar kanë prishur pazaret me njëri tjetrin dhe kanë filluar duke akuzuar njëri tjetrin për në mënyrë të fshehur për shkak se janë pjesë e pushtetit. Tani a është pushtet ekzekutiv, a është pushtet legjislativ, a është pushtet ekonomik, është gjë tjetër, mbetet për të parë. Por rasti I zotit Rama, që për shumë njerëz thuhet që mund të arrestohet, mund të procedohet, unë ju them që sigurisht që do cenohet. Por është, e dini cilën situatë jemi? Jemi në situatën ku do ndodhi një gjë, por në atë moment do ndodhi kështu. Më thuaj, pra unë ma jam spaku dhe I them, zoti kryeministër, më thuaj, ku doni t'ju pickojmë, po mos ju dhembi shumë, por në sy të publikut të duket sikur ju dhem shumë. Ky quhet procedim apo quhet marrëveshje për procedim? Unë mendoj quhet marrëveshje për procedim. Po kush do të jetë faktori I kësaj marrëveshje në procedim? Do të jetë fakti konkret që drejtuesi I prokurorisë re, pra ai që do të marrë drejtimin, duhet kuptohet, do të shkojë të godasi korrupsionin, po lind pyetja e natyrshme. Po mirë, Dumani mbushi gjithë ato buzin, me prova pa prova I futi brenda. Mirë. Ti më zotri, me çfarë do merresh ti? Se ti të ngel pa gjë. Do thotë ai çfarë do bëj vërtet? Kryeri I Spakut, çfarë do bëj? Duke pa mirimangat të Spaku. Doja marrë Edi Ramës telefonin. Prit, mos telefonin ja kanë marrë Ramës përmes të tjerëve, që është brenda vetë Rama. Sepse, ma e men këtu, te çdo procedim penal që përfshihen njerëz të Ramës apo kanë qenë me Ramës në një farë mënyre kanë biseduar me Ramën, ka mesazhet e Edi Ramës. Po, ka, I ke mesazhe, I ke të qarta. Dhe ekziston në çdo procedim penal, mos ta them me procedime vazhdueshme, ekziston në telefona Edi Rama. Për këtë ta them edhe pak se tani kam lexuar edhe një dosje dhe e di pak a shumë situatën. Por ekziston, po nuk përbën vepër penale sepse ti ke folur me dikë. Mirë. Po çfarë përbën vepër penale? Në rast se ti ke bërë vepër penale. Dhe tani tek rasti që po ju citoj është kjo. Prokurori I Spakut që do të jetë I riu. Ky në aspektin e korrupsionit nuk ka çfarë të luftojë. Po kujdes tani. Sekretin. Dëgjoj mua, këtu është sekreti. Do vëmendje kjo. Prokurori I Spakut I riu do godasi krimin organizuar ku përfshihet politika. Që do të thotë, kur përfshihet politika, është e rrezikshme. Aplikacionet ndërkombëtare janë zbardhur. Emra kanë dalë. Ka vullneti Spaku ta çojë deri në fund kur ambasada amerikane thotë që ne duhet të luftojmë në kohën e pavarësisë kartelet e drogës. Po. Tani, çdo njeri thotë, urojmë shtetin shqiptar, popullin shqiptar që të jetojmë mbi shegu, shi lidh ata karteli i drogës. S'kishte ndodhur ndonjëherë në fakt. S'kishte ndodhur ndonjëherë që në po ty Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne do punojmë me ju të luftojmë kartelin e drogës. Që ne të luftojmë për kufito, mos të vina njëri natën edhe t'i marri, po ose t'i shkeli. Po ne të luftojmë për kartelin e drogës në 28 nëntor është me formë vete. Këtë gjë duhet ta kuptoj populli jo. Po si duket e kanë për çlirimin e tretë të Shqipërisë. Thua edhe ti beson, a? Më duket intervista ka shku kohë. Tani, mua. Çlirimi vjen përmes votës, nuk vjen përmes statistikave. Por ajo që unë besoj është kjo.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë sinjalin e tyre sipas linjës Trump që do të luftojmë kartelet e drogës dhe prokurori i ri duhet të bëjë një punë dhe një mision. Misioni është më i vështirë. Pse? Sepse Zoti Dumani i bëri fresk Zotit Rama. Pse? 83 mandate Zoti Rama i ka fal Zotit Dumani. Tani ata theve për kritika, për theve për lavdrim, për ndihmën. Por Zoti Dumani ndihmoi Partinë Socialiste. Pse ndihmoi? Se për të ikur nga pagu në 2029, do shkoj të bëhet deputet i Partisë Socialiste o antar i gjykatës kushtetuese. Se pastaj po u bë azilant, pastaj për çfarë bëri gjithë këtë luftë se u bëra azilant është puna jote. Tani është e drejta jote që të bësh azilant. Po puna është pse i bëri gjithë këto rëmuje ndërkohë partia të përdori. Fajin e ke ti, s'ta kemi fajin ne të tjerët. Pra do të thotë që tek rasti pas Zotit Rama do të jenë kartelat dhe kartelat e drogës do të jenë ato të cilët do të triumfojnë në politikën e jashtme amerikane. Se ti e di shumë mirë, ne kemi thënë për Ballukun, por asnjës në ndigjoj. Tani ke një koment apo jo? Është çështje jo, është ajo ti, se kam nuk ndërhyj në çështje të brendshme, po si puna e amerikanëve. Pra ju po thoni se lidhjet e politikanëve të caktuar, kryesisht mazhorancës me krimin e organizuar, do të jetë ai momenti kur do ta mbush kupën, po themi e gjithë politika? E ka mbush kupën. Unë nuk do të them pushteti i shumicës parlamentare, unë do të them pushteti legislativ aktual e ka mbushur kupën. Dhe po pra, duke që të ndalemi këtu, ju po thoni një gjë shumë që të vijojmë në këtë argument. Ju po thoni që në rastin e korrupsionit nuk kemi të bëjmë po në rastin e korrupsionit tjetër. Vetëm statistika këtë tjetër. Në rastin e korrupsionit ju thoni që pavarësisht goditjeve të SPAK-ut nuk ka atë efekt sa që duhet në publik apo përballë përgjegjësisë që do duhet të ketë një politikan. Ama kur kapet me një kriminal aty pastaj është fundi një politikani. Është fundi, është si puna, të kapën me njërin në zyrë, mbarove. U shkarkove. Si sa të gjithë. Le, nuk mos e çojmë atë, le, okay. Nuk ka rëndësi. Edhe Dominic Strauss-Kahn ishte guvernatori i FMN-s mos gaboj, për këtë arsye u shkarkuar, nuk u shkarkuar për shkak të ndonjë korrupsioni. Po pra, po të ndalemi te pjesa e krimit organizuar, sepse ajo është shumë interesante dhe e rëndësishme. Prandaj po ju them që rasti është shumë specifik. Në rast se dikush të kap në zyrë duke kryer marrëdhënie, shkarkohet se morali është shumë i lartë. Në rast se të kap për korrupsion, je nivel, je prototip. Në rast se të kap me kartelin e drogës, je sikur po bën marrëdhënie. Pra je amoral. Po jo për shqiptarët, për botën e jashtme. Se ti nuk mund të quhesh dot kryeministër kur ti ose të tut janë përfshirë me botën e krimit. Në aspektin parimor flasa, jo se ti me 83 mandate ka shumë korrupsion, ti do të ishe tani në shtëpi, nuk mund të ishe sot ti në kryeministri. Pra, edhe njerë po ju a them, në mënyrë shumë të thjeshtë dhe popullore, konvertoni veprën penale të marrëdhënieve sekrete në zyrë në funksion publik dhe me kartelin e drogës. Kanë të njëjtën peshë në faktorin ndërkombëtar. Në faktorin shqiptar, edhe bomba atomike të bie në Shqipëri, populli do thotë fajin e ka Saliu dhe Iliri. Ndërkohë fajin s'ka Edi Rama. Zero. Edhe nëse të vi një raketë dhe të ngelin mes Tiranës,
fajin e ka Saliu dhe Iliri, se ka fajin e Dirama. Kemi viktima, fajin e kanë vetëm të tjerët se ka e Dirama. Se socialistët të thënë këtë gjë, kupton? Ai s'ka si faj, ai është i shejt. Ju ka ardhur në derë, thjesht kërkojnë ujë t'i vendosin tubit, por çuditërisht nuk kanë as tub, as ujë, sepse s'ka kanalizime. Ku të shkojnë ato ujëra kur ju do tentoni të shuani atë zjarrin që ai është bërë gjikant. Se kuptojnë. Mos e kuptoni. Se unë qëllimi im është që bëni mos kuptoni disa gjëra. Thot çfarë thot ky? A u rrestu kështu Velia o Bardhi? Besoj se po, Disa nuk e besojnë këtë fakt. Nuk e di, nuk e besojnë disa. A u arrestua, është drejt arrestimit Balluku. Ne kemi thënë duket para se të ndodhte ky rast. E madje kemi thënë edhe para se të arrestonte dhe Veliaj, sepse po shikonim konkurrencën edhe po bënim matje. Dhe bashkë kemi thënë mos gaboj, dhe rastin e Dumanit që po bë statistika, në fund fare nuk do të bëhet kryetari i Spakut përsëri. Po ja bën komisionin Xhafa, mos gaboj, ja bën, pastaj e ndaluan. Pastaj si ndodhej komisioni Xhafa, shiko tani, është një interes, kjo është interes i madh ta shikosh, ta analizosh, E mamen u bë komisioni Xhafa, sapo u mbyll komisioni Xhafa, çfarë ndodhi te Spaku? A ke Spaku, Se e çuditshme kjo gjë. Se di, shumë e çuditshme, më bën të kuptoj disa gjëra, si puna e kohë në komunizmit që kur i bie kundër partisë apo nuk i pëlqente ka diçka partia u bëra armiku i partisë dhe i popullit. Apo kam un gabim më parë, sepse mbase kam edhe un gabim se kujt dihet më vlla. Bën prova tjetër të manipulueshme, pa os pranohet ky fakt në kohën e një Spaku të reformuar me amerikan. Yuri Kim shkonte më duket e Dumani dhe pastaj Yuri Kim iku nga ambasadore karriere dhe u bë më duket Bardhi ço bë drejtoruese një kompanie private. Po. Nuk si ku më shkojnë më këtë njëra me tjetër nuk më lidhet më vlla dhe më është shumë e çuditshme kjo gjë. Shumë e çuditshme. Shumë e çuditshme vërtet. Dhe Rama bëri komisionin Xhafa që të vendoste ndryshime në ligjin e Spakut, që të jepte një dhuratë Dumanit sepse çoi të gjithë këta në autobusin e burgut me prova s'ka rëndësi, po rëndësi të kënaqet militanti socialist që Saliu Iliri kanë fajin, ndërsa Edi Rama shkëlqen nga ata të cilët i përcjell vet në drejtimin edhe në parcelën e fundit që quhet Spak. Prandaj nuk përputhen njëra me tjetrën. Janë ngjarje rastësore, thjesht të duken ty. Bravo. Sepse unë mund të jem qeni Saliut dhe qeni Ilirit, e kupton? Po që je ti dihet e muhabet po. Derisa jam qeni, e kupton se qeni është më i fortë, atë qeni është më i dashur me pronarin e vet, e kupton? Dhe prandaj them unë këto habite mia, pra e çuditshme kjo, e çuditshme ajo rastësore. Dumani shkoi bëri takim me Blinken, e kupton? Blinken është në botën e arresës, nuk e ka baberin ku është Blinken tani, as sa ditë shtëpinë vet, as vet ai e ka rru ku e ka shtëpinë edhe vendin e vet se po e gjymon Trumpi. Pra i thash këto ngjarje që të kuptojnë njerëzit të vërtetën dhe mos të bien pre të viktimave. Pra të dashur miq, mos bini pre të disa analizëve, për shembull, e kishte njëri se tani e mësova, njëri kishte babain, e kishte dikur në kohën e Enverit diçka, e kupton? Për shkak se babai filloi duke fol kohën e Enverit, mos themi emra, s'ka rëndësi, ta bëjmë në sekret, thë njëri çfarë ka thonë ky, për kë e ka fjalën ky. Po unë ta zhvilloj ta kuptojnë ata. Edhe ja arrestuan babain, ja përsekutuan babait. Po mirë. Më përpara ishte komunist babai. Po si i përsekutuar u bë pastaj kur ra kundër sistemit? Se ti i bën që duhet të jesh gjithmonë kundër sistemit diktatorial. Mund të jesh në marrëveshje me sistemin dhe pastaj kur prishen ai marrëveshje me sistemin, pastaj të bësh i përsekutuar. Pra, një sekond, babai doli anti-sistem. Vjen djali, përfitoi se babai ishte anti-sistem, doli dhe u bë babai demokrat. Kështu djali demokrat, për shkak të babait. Pastaj,
kur u prish me partinë e vet djali, del tani dhe bën analistin dhe nxjerr gjithë mllefin kundër Saliut. Dhe thot, Amerikanët, FBI-ja, që thu me zonë? E vetë ti më. E kupton? Pra, e mos të emra. Se s'ka rëndësi, se japim vlerë, kur ta kuptoj. Edhe Berisha atë njëjtën rrugë kanë ndjekur, kështu që po prandaj po them që ne japim tek njerëzit bardhi atë që duhet. Çfarë? I themi ngjarjen që çdo njeri që na dëgjon ta dëgjoj me logjik, jo me emocion. Pra zotri, ti duhet të pyesësh mua, do të thosh, o zotri, pse ti je kundër Spakut? Zotri, unë jam kundër Spakut sepse Spaku nuk është gjykat. Dhe Spaku nuk mund të intimitoj gjykatën. Këtë gjë e kam thënë vazhdimisht. Dhe përveç kësaj, pse zotri ti nuk thua që Saliu është hajdut, Iliru është hajdut, Edi Rama është hajdut, Bllako është hajdut, gjitha këto? Jo zotri, sepse unë kam parime dhe nuk shitën të interesohet parimet e mia që t'i bëj qefi njërit hajdut apo hajdutit tjetër që është një qytetar pothuajse i cili, kujdes, kënaqet që unë të them ai tjetër është hajdut. Po ai qytetari që kënaqet, kur shkon takon atë hajdutin që më thot mua thuaj ti pa hajdut pos mama mua, çam bë vegël. Prandaj duhet të kuptojnë qytetarët. Mos bijeni prerë të ignorancës së tjetrit duke bërë karrierë në interesin tuaj. Dhe ai bën karrierën dhe u bën viktim juve. Do dhe diçka tjetër bardhi që ta përfundojmë këtë pjesën që the pas këtit. Unë jam i bindur që qytetarët duan që unë të shaj nga mjesi deri ndar këta sepse ka një mllef qytetarët. Jo, këtë mllefin përcillen nëpërmjet votës. Në rast se ai të merr peng ty dhe të bën presion, ti thuj po ta jap votën unë ty dhe voto atë tjetrin. Por që të më bish viktim, e të më bësh edhe mua, sepse kush është loja? Loja është kjo, që nuk duhet të bihemi ne, të cilët bëjmë një analizë të qartë, se ka analistë të cilët kanë integritet, mirë. Po ka disa analistë të cilët kanë integritet shumë të lartë. Se integriteti nuk ka mallësi, e kupton, gjatësi kështu. E kupton? Integritet duhet të kesh integritet, nuk ka rëndësi, nuk ekziston fjalia e lartë po i ulët. Por ajo që unë shikoj është kjo. Në rast se unë shaj Saliun, të gjithë ua sa bukur ka fol yll fare. Ku unë flas kundër qeverisë, qeni Saliu, qeni Iliri, ky kështu, ky ashtu. Po unë në rast se do të bëj lojën e këtyre që dua të shaj njërin apo tjetrin, unë bëm vegël e këtyre dhe nuk kam as integritetin tim, as frymën time, as atë që unë mendoj. Thjesht e kam të deleguar nga imponimi i influencës së tjerëve, të cilët më thënë mua duhet flasësh kështu, sepse po fola unë kundër Saliut, gjithë komunistat do t'jenë pro meje, di pse? Se nuk janë batën të shkojnë partinë e tyre që i klen me bukë dhe me gjizë në shtëpi. E kupton 2025 me 100.000 lekë tjetër, e kupton, edhe shkon si dele voton Partinë Socialiste, e kupton tani? Se mendo akoma që duke investuar varfërinë e tij, partia e tij që është kapur në flagrancë në disa raste, duke bërë tender abuziv, nuk ja plotëson dhe ja japin pensione ashtu siç duhet një qytetar të thjeshtë. Prandaj unë nuk bie në lojën e atyre që thonë duhet të shash. Jo zotri, unë nuk kam sharë dhe nuk do shaj kurrë. Unë mund të kem emocione personale kundrejt në çdo politikan shqiptar, por ato janë në raport gjithmonë me atë që unë besoj. Dhe nuk mund unë të marr si referencë lojën që po bëhet, po jo, ka prova për Ballukun, po duhet ta arrestojmë. Jo zotri, ke prova për Ballukun, e arrestoi që 2021-shin, nuk ka pse ma të zvarritim procesin dhe ma çon deri 2025-ën, ku ajo ka mbaruar punën, Ramën e ka bërë mbret. Si nuk po shkon kjo gjë, nuk shkon, diçka nuk shkon mirë. Prandaj po ju them, unë kërkoj nga qytetarët që na ndjekin. Po jam dakord me ju, keni mllef me politikbërjen, ju erdhi një shans zotri. Në 11 maj ishte shans. Cili ishte shansi 11 maj? Kishe pothuajse 4 apo 3 alternativa të reja. Mirë.
me një peshë, me një paraqitje në publik. Pse nuk i votove këta që Rama mos të marri kur 83 mandate? Sepse duke parë se si punon Spaku, se ashtu ishte statistikë, se populli u kënaq, e kupton? Arresto Berisha, arresto Mete dhe futi një përburg njerëz, kjo do të ishte e përgjigja. Pra populli duhet kishte dhënë mesazhin që nuk e duam këtë qeverisje, po duam të kemi një qeverisje me koordinim. Dikush do të thotë që Rama i volli zgjedhjet. Po mirë, mund t'i vjedhë zgjedhjet, jam dakord me ju, por nuk mundet të marrë 83 mandate. Edhe sikur ti kishte vjedhur zgjedhjet. Prandaj kërkoj, i nderuar, logjika të mbizotroj përpara emocionit. Emocioni nuk duhet kur të gjykojmë aspektin politik dhe juridik, sepse në fund fare bëhemi statistik. Pse statistik? Ju e keni parë shumë mirë që shumë avokat kanë përgëzuar Spakun. Ju e keni parë shumë mirë që avokatët që kanë përgëzuar Spakun, spakistat, i tha njërit, i tha në idiot, dhe tjetrin e procedurën penalisht. Pra, e kuptoni qartazi që se si Spaku përdor manualin. Dhe Spaku e përdor këtë manual që të japi tek qytetarët atë iden që edhe këta, pa gjës janë. Prandaj them tek qytetarët që na ndjekin, të dashur qytetar, mos besoni që Spaku po jep drejtësi ose do bëj rotacion politik. Spaku po jep fuqi te zoti Rama që të mbizotroj edhe për 20 vitet të ardhshme. Në rast se ju e lejoni, do t'i keni bërë dëm vetes tuaj dhe familjes tuaj për mbi të gjitha kombit shqiptar. Dhe në rast se do t'i bëni kombit shqiptar, është e sigur dhe në mënyrë taksative ja keni bërë dhe familjes tuaj dhe pasurinë që keni ndërtuar në Shqipëri. Prandaj po të them që e gjithë situata që jemi sot në këtë vend, në këtë, do thosha, situatë kaotike për vendin ton, është për fajin e qytetarëve shqiptar që nuk din të përpunojnë mesazhin ose më mirë shkëlqimin. Pra jo çdo gjë që shkëlqen është do e mos florin. Duhet ta provosh. Dhe kjo reformë në padrejtësi që e them unë, se unë e ndjej reformën, sepse kaloj për hallet e qytetarëve, shkoj dhe përballem me padrejtësinë e hajdutëve dhe halabakëve që këta veti kanë reformuar dhe ky populli ka duar ato kitur. Arrogancën dhe korrupsionin e sofistikuar. Populli u gëzua për një reformë që oqëm të korruptuarit, dhe ndërkohë të korruptuarit janë në sistem. Dhe një mesazh tjetër, disa prej korruptuarve janë edhe me probleme psiqike. Zoti ju shpëtoft në gjyqësorin që e keni të reformuar nga të huaj që se din ku i bjen gjykata e shkallës parë, jo më gjykata e lartë.